Parja edhe depresionin ta hik. Qështu tha kjo qika, të cilën as nuk pe një, nuk pe di kush është, as nuk pe di çfarë profesioni ka. Kjo s'ka faj se po, aspekti ekonomik ka ndikim në shëndetin tonë mendor. Por me ta hek depresionin, shumë zor. Financat krijojnë siguri materiale, por depresionin me e largu jo, sepse depresioni ka të bëjë me boshllëkun emocional edhe konfliktet e brendshme. Kur po thojmë boshllëk emocional, ka të bëjë me të brendshmen tonë, me zbrastit tona emocionale. Tash po du me marrë një shembull që me e pa krahasimin e financave dhe depresionit. Nëse e kemi një vazo me lule edhe po i mungon dheu, tash në këtë rast na duhemi me i shtu dhej, apo nëse na vendosim me i shtu ujë në vend të dheut, atëherë kemi dëmtu lulen edhe kur gjo nuk kemi bu. E tash në qëtë rast, në qatë boshllëkun tonë emocional, nëse na thojmë hajtë se pja qes na i pare, a jemi të bu diçka? Jo. Këto që jem të e thonë, e din shumë ma mirë ata të cilët ballafaqohen me simptomat të depresionit edhe qëndrojnë shumë mirë financiarisht. Besoj shumë që dhe kjo qika e ka pas me humor se nuk besoj që mendon bashkë ashtu.